Mirë, këtë temë do ta shtjellojmë më tej në studio duke diskutuar pikërisht për këtë çështje, situatën në Europë, marrëveshja sa i takon edhe kundërshtisë, po themi kështu, nga ana e Trump për Rusinë, për naftën, pasojat që mund të jenë gjithashtu jo vetëm në pjesën e Europës, por edhe në Shqipëri. Kam kënaqësinë të diskutoj në studio me ekspertin e sigurisë, Zoti Faik Basha. Përshëndetje, kënaqësi. Përshëndetje, mirë se u gjeta. I material prezantues i cili na sot edhe një herë në vëmendje situatën aktuale. Si e shef këtë vendim të marrë së fundit? Duket sikur Trump ishte në një marrëveshje të mirë, po them kështu, me Rusinë për ndalimin e luftës, tani ka një lloj ngërçi, një lloj përplasje që sanksionet janë të vlefshme. Shiko, Trumpi ka vërtetuar që ka ditur të bëjë marrëveshje shumë të mira me liderët e vendeve që kanë qenë në konflikt. Dhe e ka treguar në disa raste që është mjaft serioz, është mjaft konkret dhe i vendos pikat mbi i dhe në gjykimin e shteteve të cilët kanë qenë në një konflikt me njëra tjetrën kanë menduar dhe është arsyetuar që rruga më mirë është paqja, pasi nëpërmjet luftës do kishin humbje shumë të mëdha, qoftë ekonomike po qoftë njerëzore. Ndryshimi me Rusinë është 180 gradë nga çka ka ndodhur me gjithë elementet që ka propozuar Trumpi për marrëveshje, për të pushuar apo për të shmangur një luftë të mundshme. Unë e kam ndjekur me vëmendje dhe e kemi trajtuar dhe analizuar gjatë gjithë kohës, po bëjnë afërsisht po shkojmë 4 vite luftë në mes Ukrainës dhe Rusisë. Putini është nga ato liderë të cilët nuk mundesh të ulesh në tavolinë nëpërmjet negociatave nëse përballë tavolinës nuk ke paraqitur një plan konkret mbrojtje ushtarak. Pra, nëse në një tavolinë me Putinin do ulesh për të biseduar se si duhet i jepet fund një lufte të tmerrshme gjakatare, të paprovokuar, duke sulmuar, duke vrarë civil pa fund, pa asnjë lloj arsye dhe asnjë lloj logjike, as njerëzore, as ushtarake dhe as politike, këtë mund ta bëjë vetëm Putini dhe ti nuk e merr dot marrëveshjen dhe ti nuk e ul dot Putinin të bisedoj për këtë çështje. Atëherë, nëse ju kujtohet, Trump i vendosi afat 60 ditar më parë, kur pa që Putini nuk po reagonte, po vazhdonte me sulmet, me vazhdimin e zaptimit të territoreve. Me të njëjtin avazë. Jo, edhe e vazhdoi, intensifikoi sulmin, rriti fuqinë e zjarrit dhe rriti shpejtësinë me të cilën po pushtonte territoret. Atëherë Trump u kujtua dhe tha që ne e ulim nga 50 pak ditë që patën ngel në atë kohë, e çoi në 12 ditë. Dhe atëherë kam thënë që prap Putini nuk është nga ato liderë të cilët mund t'i bësh presion vetëm nëpërmjet komunikimit. Kështu që vetmja lëvizje që pati dhe ishte serioze ishte kur Trump dha okejn deri diku për të dërguar në Ukrainë raketa Tomahawk. Dhe aty çështja u bë serioze dhe Putini kërkoi që të kishte një lloj marrëveshje. Pra, du të them me këtë që është tregues mjaft i qartë që forca, reagimi nëpërmjet forcës dhe tregimi i kapaciteteve të mundshme që mund përfshihen në një mbrojtje të mundshme në Ukrainë është vetmja rrugë për të ulur Putinin në një marrëveshje dhe për ta bërë atë që të ndalet aty ku është dhe në fund të bien në një marrëveshje apo të bëjnë një plan të qartë se si do shkojë situata me Ukrainën. Është krejt e paqartë, është krejt e pajustifikueshme, pra është një luftë e cila nuk ka një motiv. Ka një motiv nga Ukraina që po mbrohet, nga një agresion i paprovokuar, por nuk ka një motiv nga Rusia dhe nuk ka një po të bësh një analizë, qoftë ekonomike, po qoftë dhe ushtarake, nuk arrin të kuptosh se kush është qëllimi. Okej, kërcënimi, mund të thuash që po, Rusia po kërcënohet nga zgjerimi i NATO-s.
mund të thuash që Rusia po kërcënohet sepse Ukraina tentoi të antarësohet në NATO. Po këto realisht nuk janë veprime që kishin marrë formë apo ishin një rrezik i fortë për të krijuar këtë lloj përplasje. E vetmja gjë që mund të mendosh në këto momente dhe duke parë që janë dhënë shumë oferta, janë dhënë shumë mundësi, janë ulur në tryez në kohën kur gjithë Europa dhe pothuajse pjesa më e madhe e botës kishte vendosur embargo dhe kishte vendosur madje kishte edhe urdhër arresti për Putinin, Trumpi e mori dhe e futi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që Putini thjesht kërkon të marrë sa më shumë kohë. Dhe unë mendoj që Putini nuk ka për të ndaluar, nuk i ka aftësitë dhe kapacitetet për të pushtuar ushtarakisht apo me komsëri të gjithë Europën, por unë mendoj që ai po përgatitet për një ofensiv në mënyrat që ai mund ta ketë menduar, duke sabotuar, duke goditur pika strategjike të Europës. Të Europës, nuk po flas më për Ukrainën, nuk bëhet, pra, unë mendoj që unë e kam thënë që çështja e Ukrainës është pjesë stërvitore e Rusisë. Dhe dikur kur analizonim në fillimet e luftës, nuk e konceptonin dot që kjo është stërvitore. Kjo është stërvitore sepse Rusia nuk kishte bërë kurrë më parë një luftë që luftën e 82-shit, nuk e di sa ka, domethënë që ushtria e saj nuk kishte patur një luftë konkrete, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europa, ti ke Shqipërinë që ka sot 10.000 ushtarak të cilët kanë qenë në një luftë mirëfillt. Pra ka një eksperiencë, ka një përvojë, madje shumë më shumë se sa edhe vetë Serbia, që Serbia nuk ka pjesëmarrje të një lufte, ka përgatitje, ka një ushtri, ka logjistik, ka armatim, por nuk ka ushtarak të cilët e njohin taktikën dhe taktikat e një lufte reale. Kështu që ju desh të hapi një front për të qenë gati për një situatë më të zgjeruar. Sa i takon varësisë, po themi shumë në aspektin ekonomik për naftën? Sa mund të dëmtojnë Rusinë pikërisht këto vendimarrje të fundit? Tërheqja, po themi kështu, e disa vendeve. Po, është me interes për të parë sepse kompanitë e mëdha kineze kanë filluar një reagim ndaj sanksioneve që vijnë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E para është loja e fortë që po bën Trumpi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kanë paralajmëruar që në një fushat të mundshme sanksionesh do përfshihen jo më vetë Rusia, sepse është parë që duke goditur Rusinë, Rusia krijoi tregje dhe linja të tjera me Indinë, filloi me Kinën, filloi me vendet aziatike dhe duke parë që në këtë kontekst se kanë problematikën e naftës, dhe India dhe Kina tani duket sikur bashkohen qëndrimit të. Po pra, çfarë ndodhi, po them, kur Shtetet e Bashkuara dhe Europa goditi Rusinë, Rusia e orientoi linjën e saj në Azi. Tani, çfarë ndodhi? Trumpi tha që nëse ju nuk na bashkoheni për të frenuar, se ne nuk duam të godasim ekonominë e Rusisë, po ne duhet të godasim një lider, një shtet i cili po ndërmerr disa sulme të paprovokuara dhe po merr jetë të pafajshme. Dhe kjo do vi edhe tek ju, pra sanksionet do vinë, do sanksionoheni një lloj sikur ju jeni një vend agresor. Dhe kjo e ka friksuar Kinën, se Kina kur Trumpi rriti aksionet, bëri gjitha përpjekje, kur rriti çmimet, pra vendosi sanksione kompanive, rriti me 50%, pastaj shkoi deri në 100% të kompanive dhe kinezë që hynë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u pa një luhatje e tregut global. Kështu që ju friksua një goditje të mundshme që mund të vinte nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatet e saj ndaj tregut kinez. Dhe kuptohet që biznesi dhe ekonomia kineze është mjaft e fortë, por nëse përballet me sanksione të mundshme, atëherë mund të jetë një goditje në këtë moment kur ajo po rritet me hapa galopan. Prandaj dhe besoj që kanë reflektuar dhe kanë ndërmarrë disa masa paralajmëruese deri diku të kufizuar në kohë, pra janë masa të kufizuara në kohë, për t'i dhënë një mundësi Putinit që të tërhiqet apo të ulet seriozisht në një tyrezë diskutimi. Deri tani Putini në asnjë tyrezë diskutimi nuk është ulur seriozisht. Dhe i ka marrë ata vetëm për të përfituar kohë dhe për të krijuar riorganizim.
Putini ka të paktën sipas informacioneve dhe atyre statistikave që kanë dalë, ka mbi 2 vite që ka ndërmarrë disa masa të ashpra brenda territorit të tij, ku ka krehur pothuajse gjithë shtetin e tij, ka përzën nga Rusia të gjithë ata të cilët kanë qenë emigrantë dhe edhe kanë qenë me lidhje të forta brenda Rusisë, qoftë dhe të martuar, pra kanë pas lidhje edhe martesa brenda Rusisë, i ka larguar nëse nuk kanë patur besueshmëri apo nuk janë treguar të gatshëm për qenë pjesë e luftës. Pra është bërë një sondazh, është bërë komunikim, janë thirrur të gjithë shtetasit për institucionet e Ministrisë e Punëve të Jashtme të Rusisë dhe janë detyruar të nënshkruajnë për luftën. Kush nuk ka pranuar, janë larguar. Kush nuk ka pas besueshmëri, është larguar. Ky është një tregues që Putini është përgatitur që heret për një luftë të zgjatur dhe një luftë të mundshme të zgjeruar përtej Ukrainës. Tani kjo që po thoni tani është deklaratë e fortë. Nuk është se për shembull nuk pritet, por pak në këtë kontekst ju thoni me bindje që situata në Europë përtej Ukrainës edhe marrë shkas ndoshta nga provokimet e bërë nga avionët në hapësirat e NATO-s? Atëherë, pra faza e parë ka qenë largimi gjithë atyre që mund të kërcënoshin, që mund të bësh një rrezik. Nëse e kujtoni, në një nga teatrët në Rusi pati një akt terrorist dhe pas atij sulmi Rusia ka marrë hapa shumë të fortë për të larguar çdo njeri që përbën rrezik brenda territorit. Pra, ka ruajtur dhe ka marrë masa konkrete brenda territorit të saj. Dhe çfarë po ndodh tani? Ne kemi parë mjete fluturuese në Francë, kemi parë në Gjermani, kemi parë në Rumani, kemi parë në vendet që rrethojnë vendet e Suedis, Finlandës edhe në gjitha vendet e Europës. Pajisje dron, jo të largësive të mëdha, por që janë të stacionuar apo janë të telekomanduar në një rrezë shumë të shkurtër, që do të thotë që Europa është e kërcënuar nëpërmjet shërbimeve sekrete të Rusisë nga brenda saj. Pra, nëse do kemi një përshkallëzim të situatës dhe do ndërmerren sulme ndaj pikave strategjike në Europë, ku janë digat, ku janë repartet ushtarake, ku janë municionet e ruajtur, ku janë bazat e avionëve, ku janë aeroplan mbajtëset, pra do jetë një sulm i koordinuar me njëhershëm dhe do ta çojë vendin në kaos, sepse vet i ka marrë masat, i ka larguar çdo rrezik të mundshëm brenda vendit të tij dhe tashmë vetëm kjo është forma e sulmit që mund të bëjë ndaj shteteve të NATO-s në Europë. Kemi parë avion të spionazhit, kemi parë ka patur në ndece të futur në ndece të spionazhit, të cilët janë futur në territoret të ujërave ndërkombëtare dhe kanë tentuar të mbledhin informacion. Kemi parë në gjitha pika strategjike dhe në gjitha pothuajse në shumë baza të forta të NATO-s në Europë ka patur dron dhe është skanuar dhe është marrë informacion i detajuar për gjithë llojet e municioneve dhe për gjithë mënyrat dhe bazat e lëshimit të raketave supersonike apo balistike nga Europa. Ndërkohë, se më shokove me thënë drejtë, me analizën e bërë konkrete sa i takon gjithë kontinentit të Europës. Nëse ne flasim në raport të mbrojtjes, sigurisht se është bërë deri më këtë çast nga ana sulmit që Rusia ka bërë ndaj Ukrainës. Ukraina sigurisht ka marrë mbështetjen e Europës. Në raportin e mbrojtjes Europa mund t'i bëjë vetes, edhe nëpërmjet të NATO-s. Mund të kemi një rezistencë, se unë e di që nuk mund ta themi dot saktësisht, por për shembull, uroj që mos ndodh, por një luftë konkrete ndërmjet NATO-s edhe Rusisë, si paraqitet situata? Për mbrojtje të fortën që mos ketë dëme kolossale se për sa kohë ka luftë. Shpresa nuk prodhon siguri. Ne mund të shpresojmë sa të duam, mund të urojmë sa të duam, por kjo nuk prodhon siguri. Ajo që prodhon siguri janë masa të marra në mënyrë të menjëhershme. Jo nga ana jonë, ne kemi për detyrë që atë çfarë i mendojmë dhe atë çfarë lexojmë dhe analizojmë mbi faktet e dala deri tani, t'i bëjmë publike dhe të themi që jemi përballë këtyre rreziqeve. Pastaj janë institucionet, janë organizatat, janë të tjerë të cilët i analizojnë dhe marrin masat konkrete.
Kemi parë që Europa është goditur apo është provokuar her pas here nga element të shërbimeve, qoftë shërbime sekrete, por qoftë dhe atyre të dronëve dhe të flotës ajrore, e cila ka provokuar dhe ka testuar her pas herë kapacitetet e vendeve të cilat që janë përreth Rusisë, por edhe me gjërë. Kemi parë luftën e mbështetjen e Europës dhe vendeve të NATO-s në fillimet në Ukrainë dhe ju besoj që jeni dëshmitar kur është dashur për të futur armatime të reja, është dashur muaj të tërë, madje kishte për disa avion F-16 është dashur dhe më shumë se një vit për të përgatitur stafin për t'i përdorur. Çfarë do thotë kjo? Llojshmëria e shumtë e municionit dhe armatimit që kanë në përdorim shtetet, po marrim Europën që është më rrezikuar, dhe mos koordinimi i strukturave të përbashkëta ushtarake është një pengesë e fortë për përballuar një rrezik serioz që vjen nga Rusia. Kështu që unë kam thënë dhe vazhdoj të qëndroj ides, pavarësisht që Europa nuk është aktualisht e bashkuar në një shtet të vetëm, pra kemi një bashkim evropian, po kjo jo në formën e një shteti siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet patjetër të kryej një lëvizje, jo për të paralizuar apo për të qenë në krah apo rivale e NATO-s, por duhet një lëvizje për të krijuar ushtrinë e saj të mbrojtjes. Është e vetmja mundësi që t'i bëj ballë në mënyrë të shpejtë dhe të eliminojë çdo rrezik të mundshëm që vjen nga Rusia. Nga të gjitha dimensionet. Kemi parë lufta do jetë lufta e ardhshme, pra ose unë parashikoj të paktën mendoj që brenda 2 apo 3 viteve të kemi një fillim, pra nuk do jemi vetëm në kuadrin e provokimeve, por mund të jemi në hapat më të teshëm, duke provuar dhe të sulmoj një nga vendet e NATO-s, qoftë ky vend kufitar apo edhe me gjërë në formën e akteve terroriste, duke goditur element, duke goditur ndoshta edhe lider edhe drejtues të vendeve të NATO-s, apo duke goditur edhe pikat strategjike të saj. Por qoftë kjo duke përdorur dhe Bielorusinë për të sulmuar një nga vendet e NATO-s dhe për ta zgjeruar konfliktin pastaj më tej. Kjo do varet në varësi se si do të sillet NATO dhe si do të sillet Bashkimi Evropian. Ka një lëvizje, Polonia ka filluar fuqishëm të zgjojë industrinë ushtarake, Gjermania po është dragoj i cili duhet ishte zgjuar më kohë, është zgjuar, por kjo nuk funksionon duke e marrë në shtete të ndara. Duhet patjetër të ketë një bërtham që është Anglia, Gjermania, Polonia, Franca, Italia, që të bëjnë bërthamën, ndoshta edhe në një shtet tjetër që mund ta kem lënë që është i fuqishëm, pra duhet të ketë një bërtham dhe shtetet e tjera satelite që të vinë si formë plotësimi me elemente të tjerë për t'i bërë ballë kësaj Rusie. Nëse Europa nuk shkon, për dalë të pyetja juaj, nuk shkon në një ushtri të përbashkët dhe në një unifikim të gjithë elementeve të saj të armatimit ta ketë të unifikuar, është shumë e vështirë për të bërë ballë. Rusia është duke bërë përgatitje për një sulm të më të fortë. Nuk po tenton që të marrë Ukrainën pjesërisht apo qoftë të tërë. Naive mund të jetë pyetje, jemi dhe në fund, po cili është interesi i Rusisë dhe sa e sigurt është Rusia që do dalë në fituar duke sulmuar Europën? Se deri në Ukrainë mund të jemi okay me logjikën e pretendimit të tyre, po. Shiko, kjo pastaj varet edhe nga ambicjet e liderëve. Pra varet se si Putini e shikon Rusinë. Putini mund ta shikojë Rusinë e madhe. Putini mund ta shikojë, ju e keni parë deklaratën e Lavrovit, nuk e di, mos gaboj para 5 apo 6 muaj, që Europa duhet të përgatitet të flasë rusisht? Pra çfarë ju duket? Që sidoqoftë janë mesazhe që përcillen. Janë mesazhe që përcillen dhe janë element që tregojnë që jemi përballë një rreziku serioz. Nuk mundet një zyrtar që të flasë në këtë lloj forme. Pra të tregojë që ne jemi të gatshëm për ta kthyer të gjithë Europën të flasë rusisht. Pra, kjo nuk do të thotë që do hapi kurse falas, por do të thotë që do jemi përballë një sulmi të mundshëm ushtarakisht nëpërmjet formave të ndryshme që ka. Dhe po të themi edhe këtë që populli rus është goxha i përgatitur për të jetuar në një periudhë 10 apo 15 vite në kohë krize.
Kurse Europa, Nga ana psikologjike, nga ana psikologjike, është krejtësisht e papërgatitur, ju e keni parë të rinjt që nuk pranojnë kur hidhesh një tezë që të kthehet ushtria e detyrueshme. Unë e kam thënë ka 3 vite që them dhe i mshoj idesë që Shqipëria duhet kthejë patjetër ushtrinë e detyrueshme. Ne jemi, Ballkani është vend i rrezikuar nga lufta. Ne kemi Serbin që është sateliti i Rusisë dhe është në çdo moment. Greqia nuk e ka hequr kurrë. Por janë vende të tjera të Europës që pothuajse 6-7 vende vetëm këto 2 vite kanë kthyer shërbimin ushtarak të detyrueshëm. Po pse? Nuk e kanë pasur shumë të lehtë, por kanë luftuar dhe kanë rezistuar dhe e kanë bërë të mundur. Duhet patjetër që edhe ne të bashkohemi kësaj nisme dhe të kthejmë ushtrinë e detyrueshme. Është një formë e mirë për të përgatitur rinin, qoftë për situatat vështira, për qoftë edhe për çështjet e klimës, pra ka shumë forma që mund të shërbejnë nëse ke një rini të përgatitur. Pra i heqim dhe atë shijen që kanë për të përdorur armët e zjarrit, le t'i provojnë në ushtri, heqin dhe ato lëndët narkotike, le të bëjnë një jetë të disiplinuar në ushtri dhe le të dalin në jetë të pastër dhe të motivuar. Jam i sigurt që me këtë diskutim që bëm sot, dhe me këto deklarata, do të shihemi më shpesh se kemi shumë të reja nga frondi Europës. Faleminderit shumë. Faktikisht unë i përmblodha të gjitha përciptas, po janë çështje që mund t'i ndash një nga një dhe mund t'i trajtosh të gjitha dhe duan kohë. Patjetër kërkojnë kohën dhe seriozitetin. Faleminderit shumë, kënaqësi të kisha. Faleminderit.